Një ngjarje pa precedent u shënua të martën në zyrat e Inspektoriatit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit, ku dy drejtues u përfshin në një konflikt fizik. Fatmir Meta, drejtori i ekzekutimeve të vendimeve, sipas raportimeve, u dhënua nga Klesti Çela, i cili mbante postin e drejtorit të mjedisit në IKMT. Shkak për konfliktin fizik mes dy titullarëve, sipas burimeve, është bërë një debat i nisur më herët me argument se Meta i ka ndërhyrë Çelës në punë për një grup inspektimi për çështje dherash. Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit reagoi për skandalin e dy zyrtarëve në zyrat e shtetit. IKMT thotë se kryeinspektori sapo është vënë në dieni në koordinim edhe me kryeinspektorin e përgjithshëm ka vendosur pezullimin nga detyrat të drejtorëve deri në hetimin e plotë të ngjarjes. Inspektoriati i përgjithshëm ndërkohë përmes një deklarate tha se nuk do të lejojë që ky incident të kalojë pa përgjegjësi. Ndaj ka vënë në lëvizje të gjitha mekanizmat disiplinor të parashikuar nga legjislacioni në fuqi. Inspektoriati i përgjithshëm nuk toleron asnjë formë dhune, sjellje të papërshtatshme apo cënim të integritetit institucional. Administrata publike duhet të jetë model korrektësie, profesionalizmi dhe përgjegjshmërie, thuhet në deklaratë. Me parimin se integriteti i institucionit dhe besimi i qytetarëve janë prioritet absolut, Inspektoriati i përgjithshëm do të vijojë të informojë publikun dhe mediat mbi ecurinë e procedurave.